Dhunuan me sende të forta të moshuarin arrestohen 2 autor të ngjarjes në Vlorë. Policia e Vlorës ka arrestuar 2 persona të dyshuar për dhunimin e një 61 vjeçari punonjës pastrimi, ngjarje që ndodhi mbrëmjen e dieshme në zonën e njohur si Tregu i Çoles në lagjen Bashkimi. Sipas njoftimit të policisë, janë arrestuar shtetasi S 37 vjeç dhe KN 30 vjeç, të 2 banues në Vlorë. Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin për motive të dobta ata kanë dhunuar fizikisht me sende të forta shtetasin Kozma Kuklin, 61 vjeç, banues në Vlorë, i cili ndodhet aktualisht i shtruar në repartin e reanimacionit në spitalin rajonal të Vlorës. Nga hetimet këta shtetas rezultojnë të dënuar më parë. Shtetasi S ka qenë më parë i dënuar për veprën penale plagosje rënd me dashje kryer me armë zjarri, ndërsa KN për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike.